I shkojnë komisionerë dhe i vetojnë administratën e komisionit. Fitore. Tretja. Sjeni.
Ja është mi të usër. Great. We'll arrange. Okay. Nderuar kryetari i Partisë Demokratike Profesor Dr. Sali Berisha. Nderuar drejtuesi politik zoti Tomor Alizoti. Të ndetuar qytetarë të Belshit. Nderim dhe mirënjohje të thellë për ju, qytetarë dhe qytetare të Belshit mikpritës, qytetarët e urtësisë dhe bukurive natyrore. Nga kjo tokë sot po nisim një kapitull të ri, një rrugtim të përbashkët e një Shqipërie madhështore. Ju që keni ditur të qëndroni stoik përballë padrejtësive, sot jeni zëri i shpresës. Ne një kohë ku Shqipëria ka nevojë më shumë se kurrë për zgjim, ju tregoni ndryshimi se nis nga këtu, ku fjala liri ka ende kuptim. Le të ndarojmë flamurin ton kombëtar. E mirëpresim forcën e parë Kleanta Elezi, përfaqësuese e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. I nderuar zoti Sali Berisha, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Belsh. Mirë se erdhët në dëmërën tonë të bukur, por të harruar. Kjo tokë dikur ishte plot jetë, plot ëndra, me shpresë rini të plot. Por sot, dumëria është varfëruar dhe braktisur, jo nga fati, por nga premtimet boshe të një partie që vetëm premton dhe nuk mban asgjë. Shumica të rinjve janë larguar, jo se duan, por sepse nuk kishin më mundësi që të jetonin dhe të ndërtonin të ardhmen këtu. Dhe ata pak që kanë mbetur janë pa shpresë dhe pa punësi. Por sot kemi një arsye për të besuar. Sot kemi një zë që rikthen së bashku Partinë Demokratike, dhe ai zë është Partia Demokratike. Nuk është rastësi që Partia Demokratike është numri 1 në listë këtë vit, sepse është koha që të parët të kthehen në vendin që u takon. Është koha që rinia të mos largohet më, por të qëndrojë, që të ndërtojë të ardhmen këtu. Me numri 1 ne zgjedhim ndryshimin, ne zgjedhim të ardhmen. Faleminderit. Berisha! 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 Mirëpresim zoti Sai Murati, një pensionist. Mirë se erdhe doktor Sali Berisha. Mirë se erdhe Burrshteti. Burrshteti e ke merituar këtë emër vite më parë. Atëherë kur Amerika për Shqipërinë ishte miku ynë më i madh. U bë dhe sot Europa. U zgjua dhe Europa. T'ju thot përsëri Burrshteti. Dhe ju jeni e meritoni. Unë jam një pensionist
me një pension minimal që jemi shtresa më e diskriminuar e këtij shteti dhe asnjë lloj përkujdesje për ne shtresën që kemi punuar në 2 regjime. Atëherë nuk na u vlerësua puna ashtu sigur dhe sot. Me 12 vjet pushtet nuk kemi parë asnjë lloj trajtimi si moshë tretë. Unë kam besim tek ju se mosha e tretë do zë vendin e merituar me atë kapacitet që do ketë Partia Demokratike. Po dhe ne kemi shumë besim se fjala e dhënë nga Partia Demokratike do t'jetë një fjalë mbajtur dhe kryer më së shumti. Por unë do t'ju them ju zoti Berisha këtu ballë për ballë, se ne pensionistët jemi edhe pak skeptik se kemi vuajtur nga shumë regjime, edhe këto muaj që ju do jeni në pushtet, ne do t'i numërojmë me kokrat e të spijes. 100 ditë ne duam pensionin që ju keni premtuar. Me këtë rast ju bëj thirrje të gjithë moshatarëve të mi pensionistë, të majtë dhe djathtë, me zërin më të lartë, po dhe me dashamirësi, që të votojnë ndryshimin, të votojnë Partinë Demokratike. Rrof Partia Demokratike, rrof Sali Berisha, fitore! Tani kam kënaqësinë të ftoj zotrin Bedri Qypi, kryetarin e Degës Belsh. E mirëpresim. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar qytetarë të Belshit, Cerrikut dhe të gjithë Dumrës. Ju falenderoj nga zemra për mirëseardhjen sot në këtë takim të madhështor. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, lideri historik dhe kryeministri i jashtëm i Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha, mirë se erdhe në Dumrën tonë. I nderuar drejtori politik i qarkut Elbasan Tomor Elizoti, të nderuar kandidatë dhe kandidate të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, mirë se erdhët në Dumrën tonë dhe ju uroj fitore në 11 maj për Partinë Demokratike. Të dashur bashkëqytetarë të mi, sot me shumë se kurrë kemi nevojë të bëjmë të gjithë bashkë, pa dallim, të majtë e të djathtë. Ti themi mjaft më padrejtisë, varfërisë, korrupsionit së kësaj qeverie dhe largimit të rinjve nga dita në ditë të cilët po marrin rrugët e Europës. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë kështu. Por ka akoma shpresë. Shpresa jemi ne, qytetarët të ndershëm, janë fermerët, janë rinia. Shpresa është Aleanca për Shqipërinë Madhështore, jeni ju, Dr. Sali Berisha. Qytetarët të Dumrës që në zgjedhjet lokale të vitit 2023 braktisën këtë lloj qeverise. Ata votuan për ndryshim edhe pse ishin pa vull, pa simbole, pa komisioner, pa emrin tuaj Dr. Berisha. Ne fituam, por votat tona i vodhën banda e cila ishte në pushtet. Por 11 maj, por në 11 maj do japim garanci se përfundimisht do ta shponim këtë qeverisje e cila ka 12 vjet dhe e ka shkatërruar këtë vend. Prej 12 vjetësh ka larguar mbi 1 milion lekë të rinj jashtë shtetit. Rinia ka marrë rrugët e Europës. Domreja jon, zoti kryeministër, zoti kryeministri i jashtëm, është zhvilluar vetëm në kohën kur ju keni qenë kryeministër. Prandaj, me 11 janar, 11 maj, Domreja do votoj për numrin 1. Edhe një herë fort, do votoj për numrin 1. Po, do votoj për numrin 1, do votoj për Shqipërinë Madhështore, për ju, Dr. Sali Berisha. Fitore. Edhe diçka do ndaja me ju.
gjatë atyre ditëve pasi në rrjetet sociale ne njoftuam për ardhmën e doktor Berisë në Belesh, shumë qytetar të Dumres nga brenda vendit nga jashtë vendit kanë pru mesazhe pafund për të ruar misionin e doktor Berishës. Unë sot do ndaj vetëm një mesazh që ta komunikoj këtu para jush e para doktor Berishës. Ose Alia Flori, kur ishte kryeministër ti, bere Dumren për Zili. E bere me rrugë nga jugu në Verdi, e mbolle kodrat me vreshta dhe vëlli, prandaj me 11 maj votat i këti. Respekte, respekte, respekte. Tani kam derin që të ftoj në podium drejtuesin e qarkut e Elbasanit, zotin Tomor Alizoti. Miq nderuar, më vjen shumë mirë që shikoj entuziazmi po rritet dita ditës. Imagjinoni ku ishim para një viti dhe si jemi sot. Imagjinoni ku ishim para një viti si jemi sot dhe si do jemi pas 11 majit. Kur në historinë e kombit shqiptar nuk ka ndodhur që drejtuesi i vet të dalin nëpër Shqipëri dhe të thotë njerëzve nga veriu në jug që ju jeni të marr. Nuk ka ndodhur asnjëherë dhe nuk ndodh në asnjë kombë botës. I cili shëtit, i cili pasi jeton në luks prej këtyre shqiptarëve, i cili i hyp avionet me parat e shqiptarëve, i cili hyp avionit përpara Lazio, Inter e Roma gjithë kur fëmijët shqiptari ka të pa ushqyer. Dhe në fund gjithë këtë muaj e gjithë të javë bredhën për Shqipëri duke thënë që ju jeni të marrë. Miq nderuar dhe demokrat e jo demokrat shqiptar të gjithë. Mblidhuni me 11 maj të themi që i vetmi i marrë në këtë vend e tij dhe Shqipëria do përfundimisht do shirohet nga një i marrë. Ka 12 vjet që qeverisë dhe ka lënë gjysmën e popullit rrugëve të botës. Ka 12 vjet që e ka kthyer Shqipërinë në një narkoshtet. Në rast të parë, emergjente për të shpëtuar Shqipërinë nga çbërja dhe kombi shqiptar është do të çlirojmë Shqipërinë nga bandat. Do ketë Shqipëri që të përkasin shqiptarëve. Do çlirojmë edhe mësuesit nga bandat. Do lejmë fëmijët në përshkolla, sepse prindit i çojnë fëmijët të edukojnë, nuk i çojnë që të ndjekin kryeministin nga mbrapa. Shqiptarë nderuar, Shqipëria do kthehet në një vend normal. Kjo javë, këto 2 javë, janë vendimtare. Mobilizoni, organizoni, sepse çlirimi real i Shqipërisë është 11 maj. Shqipëria kur s'ka qenë ditë keqe, të tillë. Shqipëria kur nuk do jetë kështu. Pra unë them me pak fjalë kur doktori është prezent, unë e shkurtoj fjalimin, se doktor kam dhe çik qef flas. Gjithsesi, fitore dhe ftoj liderin historik zotin Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetar banor të Belshit dhe Cerrikut, një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju, një mirënjohje të thellë dhe të pakufishme për mbështetjen që dhatë në zgjedhjet vendore dhe fitoren tuaj. Duhet përshtes sot gjithashtu udhëheqësin politik të qarkut të Elbasanit, zotin Tomor Alizoti, kryetarin e Partisë Demokratike të Belshit dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Cerrikut, kandidatët e shkëlqyer për deputet të qarkut të Elbasanit dhe të japin fjalën
dhe t'ju jap ju fjallën se zbashku me këta përfaqësues që janë krenaria e qytetarëve e banorëve të Elbasanit dhe mbar Shqipërisë, projektin e Belshit Dumres Madhështore, Cerrikut Madhështor, do ta bëjmë realitet në të gjithë zbatimin e premtimeve tona. Të dashur miq, ju do çuditi pak, por unë prap dua këtu në emër para jush dhe në emër tuaj të përshëndes përzemërsisht të gjithë ata socialist që këto ditë po refuzojnë të shkojnë në komisionet përfaqësues të Partisë Krimit në komisionet zgjedhore. Jeni dëshmi e shkërmoqjes para disfatës e Edi Rams dhe regjimit të tij. Unë u them atyre se jeni patriot të vërtet dhe ne na bashkon së bashku dashuria për Shqipërinë, për vlerat që ndajmë njëri me tjetrin. Dhe i garantoj se ky program është program për çdo shqiptar. Është program që synon të ndryshojë jetën për mirë të çdo qytetari shqiptar. Në këtë rast, edhe një herë i bëj thirrje administratës. Ti qëndroj çdo punojës i administratë, ti qëndroj besnik ligjit. Tu shërbej ju në përputhje me ligjin dhe ne konsiderojmë atë shërbëtor të vyrë të shtetit dhe të qytetarëve. Natyrisht, ata që zgjedhin patronazhistin, ata janë terrorist elektoral, do ndiqen gjithë jetën për krimin antidemokratik që kanë krye. Miqtë e mi, unë vi sot tek ju për të parashtruar projektin ton, i cili ka dy qëllime më madhore. Së pari, t'ju kthej parat ju, qytetarëve shqiptar, t'ju kthej taksat ju në rroga, pensione, mbështetje ekonomike, mbështetje papunësie, shërbime shtetësore, shërbime arsimore, infrastrukturë. Së dyti, një mundësi të re për secilin prej jush. Në këtë mënyrë, ne jemi të bindur se ecim drejt Dumres Madhështore, Cerrikut Madhështor, Elbasanit Madhështor dhe Shqipërisë Madhështore. Ndaj dhe ne, në 100 ditë të para, ja u them këtu, ne betejnë më të egër, më të këqijat, që kanë zënë këtë vend, do ta kemi 100 ditë të para, do t'i mundim ato. 100 ditë të para ne zotojmë para jush se do vendosim minimumin jetik 200 euro për çdo shqiptar, 200 euro për çdo pensionist që merr ndën 200 euro. Dhe sot miq, janë 560.000 pensionist me pensione jo të plota, por të pjeshme, çka do të thotë se marrin ndën 172 euro. Që të gjithë këta do marrin 200 euro. 200 euro do marr çdo qytetar i papunë dhe çdo qytetar në ndihmë ekonomike. Çdo student me bursë dhe do marr çdo
fëmijë që jeton në familje me një prind, çdo jetim. Në këtë mënyrë, ne nxjerrim jashtë varfërisë ekstreme çdo qytetar shqiptar, përjashtojmë nga Shqipëria mjerimin. Miq, për ta qartësuar para jush dhe ju të qartësoni çdo të njohur tuaj. Çfarë është kjo rikthimi i parave tek ju? Po, në janar të këtij viti, Edi Rama paraqiti në parlament një buxhet 8 miliard euro. Në këtë buxhet kishte ndarë gjithsej 16 milion për ju. Ne kishim ligjin në parlament dhe i tham, zotëri, të votojmë bashk minimum jetik, pensionin minimal 200 euro. Jo, tha, kjo na hedh në humner. Pristi. Në vitin 2013, pensionisti malazes e kishte pensionin 138 euro. Më të ullë se ne kishim 122 euro. Pensionisti Macedonas e kishte 135 euro. Pensionisti serb e kishte 132 euro. Sa janë sot ata? Sa i kanë pensionet ata? Sot, pensionisti Malizi merr 450 euro. Sot, pensionisti i Macedonisë merr 390 euro. Sot, pensionisti në Serbi merr 410 euro. Po pse? Pse merr? Sepse qeveria çdo vit kur ndau buxhetin, mendoj dhe për ata njerëz janë, qytetar janë, kanë shkri jetën e tyre për vendin dhe nuk u tha, merrni 16 milion euro. Kosova, 5 muaj më parë, kur ndau buxhetin, çfarë bëri? 100 milion euro në fondin e pensioneve. Dhe u tha pensionistëve, do keni rritje 20% pensioneve. Nga i mori, nga buxheti. Psoj gjë Kosova, ranë gremin Serbia, ranë gremin Macedonia, ranë gremin Malizi. Asti prej tyre. Po sigurisht, se ju taksa paguani që të gjithë. Edhe fëmija i sa po lindur, paguan taksa me ato që nëna i vet i blenë për ta ushqyer, për ta mbajtur. Palerma të tjerë, që të gjithë paguajnë. Kurse ky, jo thot, në qoftë se shtoj më shumë, po pristi, se kjo është vetëm gjysma e të keqes. A gjysma tjetër është akoma më e rëndë. Në Shqipëri, nga viti 2013 deri në vitin 2024, çmimet janë rritur 250%. Shko blini bukën sot ju. Sa mirë qumshtin sot? Sa mirë mishin sot? E mirë 700 lek. Tani e merri 1800 lek, 1600 lek, 1700 lek. Pra, pristi, ekonomistët kanë llogaritur se për të ble ato që blinit me pensionin 143.000 lek, për të ble sot duhet një pension 390.000 lek. Pse çmimet janë rritur shumë. Qa ndodhi kjo? Kjo detyroi me qindra mira familje të thonë fëmijëve ikni se del sofra. Nuk kanë sofrë më për ju. Gjëni merrni rrugë të dheut. Përpiquni ku të mundeni të çanin jetën tuaj. Çfarë ndodhi sot? Ndodh që sot qindra mira pensionistë nuk marrin dot ilaçet.
nuk marrë ilaçet. Se a merr ilaçet me 170.000 lekë, a merr ilaçet me 120.000 lekë, s'merrën ilaçet. Atër o kafshata o ilaçet, o qeraja. Pra, i zhyti në vetëmi, ja u largoj fëmit. I bërit flasin me vete, të qajnë me lot mjerimi. Merë fund, me 11 maj. Qëfar do bëjmë ne? Ne do këthejmë parat ju. Nuk do ketë rrogë minimale ndër 500 euro. Asnjë. Nuk do ketë rrogë mesatare ndër 1.250 euro. Nuk do ketë rrogë për mësuesit ndër 1.500 euro. Mjekëve dhe infermierëve do u dyfishojnë rrogat. Pa diskutim. Miq, a mundët një shtet me 8 miliard euro buxhetin të lërë pa ilaçe, të lërë në kthetrat e vdekjes të smurt në spitalin onkologjik? Po pse buxhetin në vitin 2010 apo 2013 gjysmën e këtij buxheti kishim? Po pa ilaçe së mbeten kurrë ata. Nuk mund të mbeten. Nuk mundet. Kurse si, janë përparësi absolute. Kurse zotrieti i thot, atje thot, janë bërë krime kundër njerëzimit, po në qofë se janë bërë krime kundër njerëzimit, dhe ti, kryeministër, që disponon financat e shtetit, nuk merë asnjë mas, edhe sot pas 3-4 muajve, ato krime i ke krye vetë ti. Ato para ati ilaçeve i ke vjedhë me drejtorat dhe ministrat tu. E pasaj të bëjmë mjekët, jo. Mjekët nuk bëjnë prokurime dhe tendera për ilaçe, ato i bën ministria, i bën drejtoria. Ndaj dhe një braktisje. Çfarë premtojmë ne? Ne u premtojmë ju, Edmir, ku je? Ku më shkoj Çekrezi? Ja, ne u premtojmë ju se e keni një përfaqësues të shqur. Që ju ndëron në diasporë. Ne zotohemi këtu, do të adaptojmë 1 për 1 listën e rimbursimit të ilaçeve që ka Republika Italiane. Po, çfarë po bëjmë ne? Po ne po u japim shqiptarve gjërat bazë. Dhe jo ilaçet. Me niseshte amidon të Vilma Nushit dhe Tom Doshit, të cilat, si që keni pa ju, janë absolutisht të pa efektshme. Merë fund, dylli, i pret që të 12 maj të 2 kompanit e tyre dyllosen. Programi ynë, pra, është dyfishimi i buxhetit për shtetësinë. Tani në gjoni miq, bën check-upin me kushëriren, me zonjën e kushërit dhe së ndajnë parat, me Vilma Nushin. Dhe nga check-upi janë përjashtuar të gjithë pensionistët, po check-upi s'ka asnjë vlerë të tjerë përveç se tek pensionistët. Çdo pensionist do ketë të drejtë 2 herë analizat plota në vit, falas të garantuara nga shteti. Miq, programi ynë, thash dhe një herë, është programi i rikthimit të taksave të qytetarët. I garantoj fermerët e Dumës. Njerëz të mrekullueshëm që e kanë qëndisur Dumën dhe shtruar në një nga zonat më panoramike, më të bukura të Shqipërisë dhe të Ballkanit. Subvencionet do të
5 fishohen për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. Sala në buxhetin 8 miliardë Edi Rama, 32 milion për rreth 390.000 fermer. Shuma më qesharake. 230 milion ka Macedonia vetëm subvencionet. Ju garantoj se subvencioni fermerëve shqiptar do t'jetë identik me subvencionin e fermerëve të rajonit. Prodhimet tuaja do mbrohen në çdo sezon. Ballkani hapur i Argatit të Vučićit javën e parë hidhet të kosh. Miq, ja ku është banja. Po pse u ndërtua hidrocentrali i banjës? U ndërtuan radh parë si vepër vaditse. Pas gjitha si vepër vaditse. A ka investuar 100 darkë? As 100 darkë. Ju garantoj se mandati i ardhshëm, Dumrea dhe gjithë zona do përfitoj nga vaditja, nga hidrocentrali, nga ujrat që do vinë nga hidrocentrali i banjës. Ky e shkretoj kombin, shkretimin kuptim në asaj që shqiptarët u larguan masivisht nga Shqipëria, nga Dumrea Kanik, rreth 60% të banorëve të saj. Dhe tani, patronazhistët nga rrethet tjera kanë lëshuar dhe marrin tokat tuaja. Unë u them këtu. Larg duart nga tokat e Dumres, se në mënyrë absolute as 1 metër katror tokë çka nuk është banor i Dumres nuk do të njihet. Dokumentat do t'jenë ato që keni ju dhe çdo tjetër, çdo patronazhist që vjen do të largohet dhe do të dënohet për vepër kriminale. Miqtë e mi, programi ynë për biznesin është për klimën më miqësore. Unë garantoj biznes të vogla se energjia do të shitet me 6 lek nga 18 që e blejnë sot. Tarife ujë do përgjysmohet. Sipërfaqja publike, tarife e sipërfaqes publike do pjestohet me 5. Tavanet për TVSH-n dhe tatim fitimin do të rriten nga 100 dhe 120.000 euro që është sot në 180.000 euro. Pra, një hapësirë re për biznes të vogël. Për bizneset tjera, taksa e shesh në 10%, taksa me ullë të Europë, TVSH-ja 15%, energjia 6 lek, Shqipëria. Shqipëria do ketë një sëri zonash industriale, vendi më tërheq për investimet e huaja. Motorët e punësimit shqiptarve dhe rritjes mirëqenje do ndizen me të gjithë fuqin. Kështu që ne ecim të sigurt drejt Belshit madhështore, Elbasanit madhështore, Shqipërisë madhështore.
Miqtë e mi, këto rreze dielli që sot na shëndrisin, por edhe na djegin pak, do t'jenë burim, energjie pashtershme, çdo çati, nga jugu në veri, në Dumre dhe kudo, do të ketë panelet fotovoltaike, të cilat do i vendosin me financimin e bankave dhe qeverisë, dhe pas 3 vitesh, familjet do kenë energjin gratis, gjithtin vazhdim. Pra, Shqipëria superfuqie vërtet energjitike në cilën të përfitojnë rreth parë qytetarët e saj. Kjo është Shqipëria madhështore, Shqipëria data qendrave, Shqipëria internetit 3, Shqipëria e inteligencës artificiale, është zotimi ynë dhe digitalizimit thellë. Kombi do sillet në moshën e rinisë, do bëjmë çdo gjë që këta të ri të shkollohen, hiqen çdo mesatare, të punësohen, qeveria do paguajë sigurime shoqërore për ta. Dhe për çdo të ri të punësuar do ketë grante, do ketë kredit buta dhe një çati për çdo çift me një grant 30.000 euro, të cilin në rast se bëhet me 3 fëmijë s'do ta paguaj kur kredin e marr. Ky është, miq, programi ynë. Dëgjoni krahun tjetër. Ka qeverisë 12 vjet, edhe del me mask në fytyrë. Dhe një mask dhe kalon nga si hokatar, nga takimin takim, jo po qyrykët, jo po budallejt, jo po kneta, jo po hardhuc, zhapit, dhe përpiqet me gjëra të tilla ta banalizoj dhe kujton se me banalitete mashtron shqiptarët, kujton se me banalitete i bën shqiptarët harrojnë që çdo qeveritar duhet të dalë para tyre të jap llogari për ato që ka bërë. Ka hiq dorë nga premtimet, por prap zakonin e tij të vjetër nuk e harron, nuk mund të mos gënjej. Mirë, po kësaj herë për gënjeshtra merr programin ton dhe merr copza nga programi ynë, po kush ja beson atij? As kërkush. Edi Rama është njeriu më i pabesueshëm. Miq, së fundi duhet t'u jap edhe një lajm tjetër. Atë thret me Gonigali. Me Gonigali hije e tij, siç e ndjek, të themi, siç sikur nuk ndahen tymi nga bloza, nuk ndahet Rama nga me Gonigali. Me Gonigali tani shtron para autoriteteve gjyqësore amerikane se unë vërtet u denova për parat që mora, po parat mi dha ai. Mi ka dhanë Edi Rama. E di ç'do thot kjo? Para gjithë botës është korruptues, është kriminalist që ka kryer krim dhe u garantoj që pas 11 maj do marrë përgjigjen që meriton. Dhe ajo është vetëm fillimi, se proceset e tij, zinxhiri proceseve ndaj tij nuk kanë fund. Nuk kanë fund. Së fundi edhe 2 fjalë. Po përdor banda. Ja u thash dhe në Librasht. Ja u them dhe këtu. Banditët të cilët guxojnë t'u bëjë ju shqetësimin më të vogël, do të shpallen terroristë dhe grupe terroriste me datën 12 maj dhe do trajtohen si të tillë. Bashkë me Edi Ramën, bashkë me Ballën, bashkë me
ministrat dhe kriminalët e tjerë në qeveri. Paralajmëroj prodhen e Matrixit. Një farë komisar në Prenjas, Klodian Dani, dhe disa ushtarë të tjerë të tij, se për çdo vot do keni një Vitburg, se do të psoni atë që s'ja u pret mendja. Mos ndërhyni në votën në vullete e qytetarëve. Asgjë nuk mposh vulletin tuaj, asgjë s'ndalon ne në marshin ton drejt fitores. 11 maj është ndryshimi i madh, ditë e ndryshimit, është radha jonë, është radha e Belgjit madhështor, Cerrikut madhështor, Elbasanit madhështor, Shqipërisë madhështore, rrëf shiu, rrëf Belgji, Cerriku, Elbasani dhe Shqipëria. Fitore, fitore, fitore.